Me thënë vërtetën pata me qajt, po merë morë. Burë malsor me qajt. Po, shkana, thave, me gjitha të mustaqe e a futi vaj. Po, s'po di, është problem me pol djerju për vetën e vetë. Ndoshta, kjo mund të tingloj, unë e tash flas letë se nuk kom jetua me prindrit e mi, se kur i kom pas 11 vjetë e kom lëshua, vend banimi ku kom lind, edhe kom shkua në Tuzë. Më thënë, kom në një fshat, falësis, kom shkua edhe kom udhëtua, edhe nuk kom pas. Mas andej kom shkua në Ulqin, pas Ulqinit kom marrë në Prishtinë, në Zagreb, edhe ndikimi i prinderve dhe ambientit të mbyllur, te unë ka qenë jashtë zakonisht i vogël. Nuk kanë pas mundësi me lanë te unë vullë. Por, e ko bo për zgjedhjen e asaj se si duhet të silëm vetë. Jo me ta imponua dikush. Tashti, nëse kjo tinglon si diçka që është përparimtare që vajza e pas ka kërkua prej meje, okej, po, unë nuk di absolutisht kur gjë tjetër. Është çështje tjetër kur vazhdimisht e ke një autoritet në familje si ai që më tha mua, jo, nuk Amerika për ty, po merrni me mend, du të ashtë kisha vazhdu me jetua edhe për gjitha gjërat që kisha dasht me i marë, ai, apo kush do qoftë, gjeneratat e masin me kutin e vetë, po, do më thonë, të gjeneratave të në cilat ata kanë jetua, edhe kjo të ndalë. Unë kom bo për zgjedhjen e asaj që mua më pëlqen edhe kom konsiderua se është e mirë edhe për parimtare vetë. Pa frikë se dikush ka më tha, hej, nuk ka mirë kjo. Mund tjetë kjo. Mund tjetë kjo. Okej, faleminderit për përgjigjen. E tash, në të njëjtën linjë, një pyetje të fundit, ju keni qenë profesori imi në master. Dhe në atë kohë, e ke pas një pyetje nga ne studentët. Jo ndoshta drejt për drejt në klasë, po kur pinim kafe, si është e mundur që baba akademik e djali hip-hop artist, këndon në rap. Dhe më thënë, e njëjta gjë. Pra, lumi bi hip-hop artist, baba akademik. Edhe kjo është në të njëjtën linjë. Po, pikrisht kjo po lidhet me atë që fola më herët. Se, nëse e ndjek rrugën të nde, edhe mundohe me au bartë edhe me au imponuat të tjerve, atëherë mundesh edhe me i pengua në jetë. Unë kam konsiderua, unë kam folë me djalin time, kam pa, ka qenë Sami Frashër, jo, kujtestarja po vjen, s'po vjen, jam ullë, kam bisedu me ta, ka thonë, unë duhe mu marrë me muzikë. Po, qëfar muzike? Rap. Kuku, me men atë ko, ja, para 20 vjetëve. Okej, i kam thonë, por, me një kusht, cili kusht, do të 100% tjesh në atë muzikë. E jo në nërmjendës, mes kësaj e tasaj, as ke mu bon. As këngëtar, as nuk ke mu bon. Mu marrë me shkencë, as kuqë. Nëse donë, përkushtoju 100% me qenë. Edhe, unë absolutisht nuk e kom pengua, nuk kom pas mundësi me ndihmu edhe me përkrah, aqë sa ndoshta ka pas aj nevoj, mirë po me pengua as që më ka